Të nderuar shikues, mirë se takohem edhe sonte si çdo natë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Në këtë emision në të cilin po trajtojmë tema, çështje, mesele që kanë të bëjnë me muajin e bekuar të Ramazanit, gjithsesi me agjërimin e këtij muaji. Si çdo herë kemi mysafir këtu në studio, të cilët na shoqërojnë, edhe sonte kam nderin të na shoqëroj përsëri hoxha i nderuar Dr. Rasim Haxha. Hoxha, mirë se erdha. Mirë se u gjejmë, përshëndetje për ju dhe të gjithë ata që na përcjellin kudo që janë. Kënaqësi me bashkëbisedu, hoxha, dhe sot I kemi disa mesele duke filluar prej niyetit, që është çështje shumë e rëndësishme, dhe agjërimi pa niyet nuk bëhet, kështu që na shpjego pak çka është niyeti në raport me agjërimin. Gjithsesi do të mundona, po do ta kem parasysh ata që na përcjellin se më të vërtetë është ndoshta pak të thotë si mesele dalën ose emisione, sepse është pak më akademik, po llogarisim që e kemi qitë një hap tutje dhe duhet të kapim meselet, çështjet e fesë, të mësojmë ato edhe pak më në thellësi, jo vetëm si pas. Besoj që edhe shoqëria jonë islame ka prej tyre në nivel që janë të aftë për të na kuptuar dhe për t'i përcjellë edhe këto dilema që I diskutojmë. Po llogaris ashtu, sepse dikush mund të më thonë që këto janë çështje të panevojshme për ne, mirë, po I duhen dikujt. Ose spaku po shpresojmë që me ngrit nivelin e dijes dhe të fetarisë, po dhe të mësimit dhe të praktikimit të saj. Kur jemi te niyeti, niyeti është çështja kryesore të çdo adhurim. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë innamal a'malu binniyat, veprat janë sipas niyetit ose sipas qëllimit. Do thotë veprat ndahen dhe llogaritën sipas qëllimit që I bëjmë, po në anën tjetër, nëse s'ka niyet, s'ka vepër. Kështu e kanë shpjeguar dietarët. Dhe të gjithë dietarët unanimisht pothuajse e përmendin që niyeti është komponenteve kryesore të agjërimit, s'ka agjërim pa niyet. Vetëm se janë ato detajet, pastaj ç'me bën niyet, kur me bën niyet e kështu me radhë. Që I bën nëse dikush abstenon prej ushqimit pa e bën niyet, nuk I llogaritet adhurim, veç një dietë është shëndetshme për trupin. Dietë ose ndonjë program që e ka I të vetën, për ndryshe pa niyet nuk ka agjërim. Qysh me bën niyetin? Po fillon Ramazani, nata e parë me bismillah, mu çun sifir. A duhet çdo natë me bën niyetin, a pak para se më ardhi imsaku? Qysh është rregulli për niyetin? Gjitha këto janë detajet për të cilat kanë diskutuar dietarët, edhe pse në shumicën prej tyre pothuajse janë të një mendimi ose janë unik, po I kanë disa dallime në disa detaje të niyetit. Fillimisht, edhe pse jemi në emisionin e 4 I kanë kaluar dikujt disa ditë, po llogarisim që ai që se ka bën mirë niyetin deri tash e tutje e rregullon. Shumica e dietarëve përmendin që nëse dikush e bën niyetin e përgjithshëm me agjëru komplet Ramazan, kjo pika e parë. Do të thonë në natën e parë që pritet nesër me dal agjërushëm, që është nota e taravive që fillin taravit, nëse e ban niyet që unë do të agjëroj Ramazanin komplet si muj, I mjafton si niyet tek pjesa dërmuese e dietarëve. Vetëm nëse e shkëput këtu. Për shembull shkon në udhtim ose gruas domethënë I ndodhin të cikli. Nuk ka një arsye fetare që nëse ndërpret agjërimin, këta dietarë thonë kur I fillon agjërimin, duhet me e përtri niyetin edhe me nis niyetin edhe herë prisparit. Ndryshe disa tjerë janë pak më rigoroze dhe thonë çdo natë, sepse secila ditë, përderisa është një adhurim në veti dhe prishet me iftar, pastaj dita tjetër është adhurim pa në veti. Do ka fillimin edhe. Janë pak më rigoroze. E përmenda më herët që këtu janë detaje që I dietarët kanë diskutuar për to dhe kanë mendime të ndryshme. Do thonë pikërisht në mëdhëbin Hanefi, mëdhëbin tonë përmendin që secila ditë ka nevojë për niyet të veçantë. Sepse pikërisht ajo që e përmendet ti, do thonë e fillojmë ditën me sifir, edhe mbaroj me iftar, mbaroj e ditë. Nëse e prishim ditën e dytë ose kemi probleme me ditën e dytë, kjo nuk do thotë që kemi pas probleme edhe me të parën. Edhe do thonë është pse ata dietar të tjerë do thonë llogaritin Ramazanin si tansi, si adhurim. Adhurim që me sa duket Imam Maliku e ka krahasuar edhe me haxhin. Tash haxhi si hax ka disa rituale. Edhe nuk duhet për secilin ritual për tavafin me bën niyet për haxhin, për sajin me bën niyet për haxhin, se edhe pse ka ndërprerje,
e ki ihramin, e desh ihramin, prapë bën jetën. Edhe pse te haxhi domthon ndryshon natyra për shembull adhurimit. Definitivisht ka adhurime të ndonjë. Domthon ndërsa te agjerimi nuk ndryshon asnjë në ditë tjetër, domthon agjerimi. Që i bën hala ma unifikuar. Që do të thotë se nëse dikush e bën niyet për çdo ditë mirë, frikshëm, po nëse dikush mjaftohet me niyetin e përgjithshëm për krejt muajin, edhe kjo na jemi pak më fleksibil. Edhe llogaritët do më thonë përderi sa është çështje diskutabile mes dietarëve. Realisht njerëzit besimtarët, si të hinë Ramazani e bën niyet për gjithë muajin. Nuk ka njeri që thotë po bëj niyet vetë sot e tani nesër tek qyria po bëj as po bëj. Po në ndodhi e shkurt po e tregoj që më ndodhi atje, duke bë pazar me dikonin, edhe ai shlosi, duke thotë o më nxej po presim më Ramazani, kemi orarin më të shkurtë dhe kuptua që ai ka bën niyet me agjur Ramazani dhe me bë programin e Ramazanit. Prej tash, vetëm se ky niyet nuk i mjafton, se kur të afrohem në Ramazanit, atëherë do të më bën niyet. Kur më bën niyetin? A duhet para syfyrit, a pranohet nëse hyn imsaku, edhe njëri nuk e ka bën niyetin, domethënë bash ashtu siç kërkohet, është pak një dilemë te fuqahat. Mirë, fillimisht po i morrim këtë çështje njën nga një për me i thjeshtësuar më tepër për shikuesit. Çështja e parë është vendi i niyetit. Dietarët e hershëm, imamët e mëdhëbeve, po dhe nxënësat e tyre, nxënësat nuk e kanë përmend çështjen e niyetit me gojë absolutisht, nuk e gjon. Domthon kjo çështje është përmend më vonë dikur, mirë po do të thonë këta pothuajse unanimisht e përmendin që vendi i niyetit është zemra. Nëse zgjohet në sifër ose nëse bjen me niyet, do me bindjen sonë nesër kam agjëru, domthon ky është niyeti. Që e shqiptoj me gojë, se shqiptoj me gojë që nuk qen shumë pesh, për arsye se nuk është diçka e rëndësishme, sidomos tek dietarët e vjetër. Pastaj çështja e dytë, koha e niyetit. Të më thonë, a është para se fyrit pa tjetër, a ban edhe mas se fyrit. Këtu dietarët, tek dietarët i kemi dy qasje, duke i pas parasysh hadithet që kanë ardhur që në shikim parë duket se ballafaqohen njëra me tjetrën, ose janë përballë njëra tjetrës. Hadithi i parë dhe i saktë që punojnë pjesa dërmuese e fuqahave me ta, pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë nuk ka xherem për atë i cili nuk e ban niyetin natën, që është për qëllim para agimit. Don mos me zon agimi, mos me zon koha e sabahut pa e bën niyetin. Edhe kështu e përmendim, shumica e dietarëve thonë se niyetin duhet me bën para se me orë se fyri. Mirë, në anën tjetër, pejgamberi alayhi salatu wasalam gjithashtu në hadith sakt shkon te shtëpia vet një ditë, edhe e pyet Aishën radhiyallahu anha, thotë, a kemi diçka me hungër? Kjo si duket ka qenë paraditja. Thotë jo, atëherë po agjëroj. Doon po agjëroj që tash po e bën niyet pejgamberi alayhi salatu. Edhe prej këto pastaj dietarët kanë diskutuar se ai lejohet me bën niyetin edhe gjatë ditës. Përderisa ai nuk ka ngrënë diçka. Po, gjithsesi. Domethënë nuk e ka pi kafën e mëngjesit, nuk e ka bë kaftjalli, nuk e ka, domethënë s'ka hungur kurrë. Mirë, po në ora 8, për shembull, e sheh veten që është në gjendje me agjëru, s'ka probleme, s'ka lodhje kështu, thotë pa agjëroj prej tashit. Ndoshta çësia më e duhur këtu Allahu e din më së miri është se ka mundësi mu punu me të dyat, me të dy këtë ngjarje dhe të dy tekstet. Edhe themi se agjërimi obligativ që është. Agjërimi Ramazanit e kërkon niyetin para së fyrit. Dorsa agjërimi nafile, sepse këtu pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka thënë se po agjëroj, domethënë po agjëroj vullnetar. Agjërim nafile. E përderisa është nafile, është vullnetar, ka tolerancë pak më tepër, ka hapësirë me bën niyetin edhe mas, domethënë mos i dëzgjomi. Një pjesë e madhe dietarë kanë përmend deri para namazit drekës. Atëherë kjo domosdoshmë është shpjegimi që i përmbledh të gjitha tekstet që flasin për këtë çështje, edhe themi se agjërimi obligativ, agjërimi i Ramazanit, kompenzimi i Ramazanit, agjërimi që e ka bë obligim dikush vetes, që është agjërimi i nedhrit, i zotimit, këto duhet me bën jetë patjetër para se me ardha kjo. Kjo ishte interesant një dilemë se puna e sevapit. A fillon prej niyetit apo prej imsakut? Po gjithsesi edhe këta kanë diskutuar dietarët, po nëse mbyllim çështjen e parë se agjërimi i Ramazanit kërkon niyetin para së fyrit, mbetet agjërimi. Po e kena fjalën te nafile. Mbetet agjërimi nafile, agjërimi, domosdoshmë çdo agjërim që nuk është obligim. Qoftë edhe agjërimi i ditës Arafatit, e Ashurës, edhe agjërimet e tjera. Shumica dërmuese dietarë thonë se ban me bën niyetin edhe mas e u zgju për gjumit, mas lindjes diellit, po me kush që mos me hungur kur çat det. Mirë, tash kur i fillon shpërblimi, po e ka shpërblimin njëjtë sikur se ai që ka bën jetën sifër,
për me agjëru nesër, sikur sa ai që ka bën jetë në ora 10 për shembull ose 11, thënë dietarët çash sa ka bën jetë, çash kosh problem. Po. Megjithëse punën e agjerimit e ka bë prej fillimit, kështu që mirë, po ata që janë më fleksibil me bën jetën më vonë, sigurisht të mëdhëvi Hanefi, thëshin që përderisa agjerimi ka filluar me kohë, niyeti nuk është kusht i domosdoshëm me ndodh para imsakut, edhe se vapi është prej veprës që e ka bë. Po prej kur e ka nisë agjerimin. Prej kur e ka nisë. Sido që tjetë këto janë çështje që diskutohen. Po te Hanefit ata janë këtu janë pak më fleksibil, janë më rigoroz te aspekti çka nëse e prish agjerimin nafile. Po. Çka më bë? Domethënë nëse i marrmi çështjet e mëdhëbit Hanefi, po i marrmi komplet. Po, çështje. Dietarët e mëdhëbit Hanefi kanë përmend një çështje që si duket është domethënë janë dalluar prej mëdhëbeve tjera në shpjegim, po shpjegimi i bukur, pavarësisht se domethënë a është më i qëllumi apo nuk është, po shpjegimi i bukur. Thonë se nëse dikush e nis agjerimin nafile, edhe e ndërpret, atëherë ju bëhet obligim që çat ditë me kompenzu. Pse? Thot sepse ky ka hyrë në një ibadet që nuk duhet me ndërprej. Nuk i lejohet. I obligohet vazhdueshmëria, plotësimi i adhurimit. Allahu thot la tubtilu a'malakum, mos i prishni punët e ju, mos i shkatroni punët e ju, domos mos i lëni për gjysmë. Sikur namaz, me nisni namaz nafile, nuk do të thonë që pse është nafile, po e lën gjysmë. Po e lën gjysmë, ja, do të më thotë. Gjithashtu te haxhi, domon argumenti më i fortë është te haxhi, se Allahu ka thënë wa atimul hajj wal umra lillah, plotëson e haxhin edhe umrën. Do thotë nëse dikujt i bjen me ndërprej umrën ose haxhin, e ka prish obligueshmërinë e vazhdimit dhe i duhet pastaj me kompenzu që të umre ose që të haxh, dhe këto e thonë shumica dërmuese dietar. Do thonë nis nafile e të bëhet obligim me kry. Fundja kërkush nuk ka detyruar me agjëru, e ke nisni punë, mos e prish, edhe do të thonë tekstet e përgjithshme edhe ajetet edhe hadithet flasin që më të vërtetë edhe pse është nafile nuk duhet me ndërprej në vepër. Dikush ka hyrë në Ramazan, qohet në syfir, po nuk e ka shumë vëmendjen te niyeti. Sidomos kur e kupton prej neve që s'pas ka nevojë me e thonë me gojë, edhe nuk i bjen mend. Ose dikush tjetër habitet që është Ramazan, po e zoj me shet që është e hanë, thot po ninoj se e hanë. Harron që është Ramazan, agjeron për të hanën. Apo dikush do të lën timingun që 3 ditët e bardha ka mesi mujit, edhe kur t'i vjen ai alarmi, nëse ka zakon me bë, ja ndrën vëmendjen prej agjerimit farz në agjerim të 3 ditëve të bardha. Edhe vjen imsaku si fyri ky me çetnia. Çka bëhet puna ti? Fillimisht niyeti thamë është vendosmëri. Domethënë do me agjeru nesër, e ndin vetë, nëse e pyet dikush çka do me bëti, vallai do me agjeru nesër, ç'kjo është niyeti. Mirë. Çështja e dytë, nëse habitet, sepse shumica që agjerojnë Ramazanin e bojnë jetë Ramazanin. Mirë, po dikush habitet. Për shembull, dikush ka agjeruar hanët tajte, dikush ka mundësi ka agjeruar ditë punë ditë jo, edhe habitet që është në Ramazan e bën jetë diçka tjetër. Këtu e shpjegojnë dietarët e mëdhëbit Hanefi, Allah i mëshiroft të gjithë, e shpjegojnë shpjegim interesant. Thënë se çdo me bën jetë kë gjatë Ramazanit, i konvertohet në Ramazan për arsye se s'ka agjerim tjetër gjatë kohës Ramazanit. Nuk mund me bë asnjë lloj adhurimi të agjerimit në çet periudhë. Te e bën një tonë tajte, po ai të kthehet në Ramazan se s'bën me bë agjerim tjetër të e pas Ramazanit për shkak. Shtem vallahi. Vallahi, më vërtet është një zgjidhje shumë e përshtatshme. Mirë, niyeti më vërtet është i rëndësishëm, po dikujna mundet më u bë edhe pak vezves. Edhe kam përmend fukahat se a duhet me shoqëru niyetin vazhdimisht gjatë gjithë ditës Ramazanit, vazhdimisht me pas vëmendje që adhurimi me ka një shoqëru me niyet, apo çaj niyet mjafton fillim edhe ti s'është patjetër me pas në kujtesë vazhdimisht derisa më të kalu në vezvesën ashtu dikujna. Ose më nojmë, a jam azhishëm as jam, a kam niyetin mirë as e kam niyetin mirë. Po vezvesë, pastaj ndërprej ose ndërprej niyetin. Fillimisht po them se këtë dilemë na e sqaron harresa gjatë hangërës së ngrënies së pjesës kur jemi agjush. Pejgamberi alayhis salam niyetin po edhe pak ushqim. Thot pejgamberi alayhis salam kush han ose pen me harresë le ta vazhdoj agjerimin sepse e ka ushqyer Allahu. Mirë, kur ka hangër gjatë Ramazanit, ka i kret vëmendje se është agjerush. Do në këtë rast se ka pas niyetin. Edhe pse dietarët e përmendin që në esencë adhurimin gjatë gjithë kohës
sa e bëjmë atë adhurim do të më shoqërum në jetë. Mirë po Allah s'na ka kërkuar me këto se është eron. Për shembull, namaz, nëse hym në namaz 4 rekat është problem me mbojt vëmendjen 100% në namaz. Na ik nganjëherë. Edhe për ata dhe harrojmë kemi fol 3-4. Edhe të agjerimi. Mirë po, thënë dietarët, këtu është një kusht më i lehtë. E këto mund të realizosh çdo kush, është që mos me bën jetë me ndërprej jetin. Do mos me bë një mendim që me nal. Po, domethënë deri që të vazhdoj, me ma pru dikush do ujë që donë kisha pi që tash se mos po më i shty. Domethënë që të jetë mos me sjell se kjo konsiderohet që po e ndërprej jetin, të cilën u zhdosh me pas gjatë agjerimit. Zakonisht njerëzit agjerojnë rëndom, të nuk kanë fort dilema, po fukahat kanë përmend lloj-lloj situata. Edhe për rastin ndoshta më të rralla, për dikant që ndoshta se mendon që mund mendot, po ndodhen edhe na i diskutojmë. Të çështja e niyetit mund mendon një situatë që tash kohën tonë bashkore shumë është thujse e pamundur një gjë, po sidomos kohën kur e kanë shikuar hanën a ka dalë, as ka dalë. Edhe njeriu çohet në syfir ose edhe mund me kanë në një vend që nuk ka njerëz që agjerojnë, nuk ka takvim me veti. Edhe thot, nëse është Ramazan nesër, jam agjerueshëm. Mos kohët Ramazan nuk është agjerueshëm. Ç'ky niyet i ha mësuar nëse më me thon. A është i vlefshëm nëse të nesërit është Ramazan? Fillimisht dietarët, fukahat kur kanë diskutuar për çështën, ndoshta aty janë shumë të rrolla. Mirë po ata kanë pas dertin e besimtarëve për ata dhe kanë mbet librat e tyre sot. Se kanë pas dertin agjerimit të dhe tonit, namazit të dhe tonit, se apo e bojmë mirë dhe çka e prish. Pastaj kjo agjerimi i ditës së dyshim të thënë. Të më thonë është dita e 30, nëse s'është po më herët, është dita e 30 e Shabanit, nuk e dim tash a është e 30 e Shabanit, se mu i mërit me pas 29 dit, apo është e para Ramazanit. Honën se kemi po, çka me ba, nëse na qartësohet ma vënë që kon dita e para Ramazanit dhe për na ik Ramazanit, kryesore me kësi gjëra Allah nuk e ngarkon njeriu, për arsye se janë ngarkesa të pa nevojshme. Po, gjithashtu dietarët nuk kanë preferuar agjerimin në këtë formë, bile disa një pjesë e madhe e fuqahave thënë që është ndaluar me agjeru kështu me këtë niyet. Nëse është Ramazani nesër, s'kena nevojë me ngarku veten. Po agjeroj për Ramazan, nëse s'është atëherë nafile kështu më radh, këtë formë. Domethënë kemi arrit me kuptu se në Ramazani është nesër për shembull. Se definohet kur vjen nata e 30 dhe vjen iftari dhe mbrëmja që asaj nate dihet, ja ka më kanë Ramazan, ja kemi me plotsu Shabanin 30 ditë, që nuk e kemi. Megjithëse sot domethënë me këto me kalendarin takimet nuk ka shumë problem, në pjesa më e madhe e botës, domethënë i kanë takimin, po llogarisim që dikush nuk ka kontakt me musliman. Për shembull, po musliman i ri dhe s'ka kontakt, atëherë çka të mundet kur momentin kur e merr vesh që që ka filluar Ramazani, për atë fillon. Nëse i ka ikë në ditë për agjerimit, e kompenzon masanena. Kur po çellon Ramazani kryesisht verës edhe syfyrja shumë herët, sidomos për njerëzit që janë punë, është bë praktik me bë syfyrin më herët. Kur bjen me flajt, pin ujë ose han ushqim, se ka vështirë me u çun syfyr. Gjithsesi ky person e bën edhe niyetin. Po dhe hiç nëse nuk është tu flajt. E shet që ka kohë deri në syfyr, por niyetin e ka bë, ndoshta edhe me ritual, me gojë po e bën niyet me xheru këtë ditë. A guxon ky njeri më me pi një pikë ujë që ju ka thë fyti apo ose shenë varoshimi. Apo niyeti e ndërprej në fillimisht i themi mos u ngot. Mos u ngot se nuk i lazëm me bën niyet para vaktit. Mirë, po edhe nëse e bën niyet përderisa ka kohë hala. Domethënë puna e syfyrit motot me kohë. Hani edhe peni, edhe pejgamberi e thot Allahu në Kur'an, hani edhe peni derisa të vjen agimi, peni i bor për të zgjidhur. E kështu që edhe nëse e ka bën niyet, edhe do me flaj, se zën gjumi quhet, shet diçka të këndshme, me hangër me pi, han pa problem përderisa është mërëna kohës së syfyrit, ose nuk i ka kalu koha së syfyrit. Nuk ja prish kjo atë niyetin edhe vazhdueshmërinë. Absolutisht. Prej kur duhet fetarisht me nis agjerimin? Kur është çaj peni i bardh që vetë përmend agimi, ka ato ndryshimet në horizont qiell janë të ndryshme. Pavarësisht që sot prap jemi në kohë të kalendarit, takvimit, alarmit e krejt, po si rregull me ditë nëse dikush del në piknik dhe ju ka nal bateria, çysh me mujt me ditë agimin? Fillimisht këto kalendarët me të vërtetë ose takvimet e kohëve të namazit e prej tyre dhe imsakut ose syfyrit ja vlerësojnë punën shumë muslimanëve, mirë po ka prej takvimeve që kanë nevojë për korrigjim dhe rishikim. Kjo besoj që është e qartë. Mirë po dietarët e hershëm e kanë diskutuar kohën e agimit
Sepse në Ramazan koha agimit lidhet me syfyrin, mirë po jashtë Ramazan, po në Ramazan na lidhet edhe sabahu, sepse kalon syfyri hin sabahi. Edhe rregulli bazë është momenti i syfyrit të sabahut është një vi. Po domthon kjo është shumica e dietarëve, sepse ka edhe interpretim tjetër, do të thonë e përmend. Ka domthon është një farë distance neutrale mes dy kohëve, domosdoshmë kur nuk lejohet me hungër, që nuk është pjesë e syfyrit, por lejohet me fal sabahin sepse është një shpjegim që ja vlen ndoshta me shpjeguar vetë këtë çështje. Mirë po dietarët e hershëm, po dhe sot domosdoshmë ai ke dëpurin është, po dietarët e hershëm e kanë diskutuar agimin. Cili është agimi që përfundon syfyri, tiparët edhe veti që njerëzit përfundon syfyri edhe hyn koha e sabahit. Allah ka përmend penizi prej të bardhit, që është për qëllim drita e agimit prej errësirës së natës kur fillon mu dallu. Edhe pejgamberi alayhis salam e përmend se agimi është dy lloje. Ose kemi dy forma, dy agime. Agimi i parë, dietarët kanë thonë me përkthim bukfali bën agimi i rrajshëm, po. Do thonë është agim që shfaqet edhe zhduket prap. Mundet me qëndru 15 minuta, edhe dallon për ka mbajtja nga vyra horizontale. Kë shfaqet, mirë po zhduket. Edhe dalja e tij është në formë vertikale. Domthonë vertikale prej nalt qiellit te poshtë. Duket domosdoshmë si zbartir, mirë po zhduket. Pas 15 minuta, 20 minuta, gjysore varësisht. Ndërsa agimi i vërtet është agimi horizontal i cili del ka ana e lindjes, kur fillojnë me dalë shkendijat e para të diellit edhe fillojnë mu ndriçu ana e lindjes, edhe ky është fillimi i agimit, por ata Allah e ka quajtur peni. Do të thonë fije hull, do të thonë sapo fillon me i hap syt drita, ky është agimi i vërtet. Zbardh mirë, edhe pse ka pas interpretimin, ndoshta për gjenerata të hershme që kanë prit bajge mos zbardh mirë për me nis agjerim, po këto menime kanë bet të regjistruar me libra, po në praktikë thuaj se nuk është ekziston edhe mendimi tjetër tek fukahat që duhet mu zbardh, sa që mu dallu kulmet e shtëpive për shembull rrugët. Mirë po ky ka mbet ashtu që po e përmend, ka mbet si shpjegim dhe angazhim i dietarëve i cili në krahasim me ato se agimi fillon me zbardhjen e vetë. Tekstin në qartë kuranor, domethënë që edhe nuk ka nevojë shumë për interpretim. Nëse ja shtym kësaj Aisha radhiyallahu anha që e përmend kohën e sabahit, thotë e kemi fal sabahun me pejgamberin alayhi salatu wasalam, domethënë ka hyrë koha e sabahit. Tash llogarit sa ka lexuar pejgamberi alayhi salatu wasalam namaz, pastaj sa ka prit për me hi namaz, kemi dorë për xhamisë dhe u kanë errësirë, kemi mujt me vret njëri tjetrin për errësirës. Domethënë nuk ka të lashe për dallim që po I dëgjojmë disa zëra që shumë herë terr, qysh me elan, qysh me fal sabahin terr, po sabahin terr falet se janë dritë. Jo vetëm terr, po edhe kur janë kthy prej xhamisë, mas krejt atyre. Mas ju kry sabahin. Mas krejt atyre thot prapë se kemi vret njëri tjetrin për errësirës. E me bë mu kthy pi xhamisë, mi pa njerëzit hala të hangër syfyr. Çfarë mëdhëbi kanë këta? Ky është mëdhëbi, nuk veti, mëdhëbi I tekeve. Domthoni tekeve edhe mendjes së vet, por ndryshe këto nuk e ka thënë. Domthoni nuk është mendim I respektuar ose është domethënë është I varrosur në librat që I mbajnë mendime të cilat sidomos hoqë që e përmendëm edhe në emisionin e parë që xhamatit thjesht I takon me përcjell domethënë kompetentët e për neve Basia Islame institucionet zyrtare janë ato që na I përcaktojnë takvimet se nuk është se na dalim në Ballkan apo hypin majt kulmit me I pa edhe unifikimi muslimanëve. A jemi na gjithë që I vrejmë këtu për shembull? Se cili që agjeron. A është në gjendje me vrejt kur është agimi kur s'është? Ndoshta nga ana e lindjes prej pozicionit ku është ai ka drita edhe ndryshime. Po sidomos kur jemi në qytete dhe atmosfera është. Dietarët kanë përmend kushtet kur shikohet agimi, kur shikohen lindja e diellit të gjitha këtu. Temë që realisht çdo vit po e diskutojmë dhe po përmendim se sado që po shpjegohet prapë njerëzit I kanë qysh I thatë mëdhëbin e tekave. Hoxh, po vazhdojmë do dilema kështu rreth kohës. Nëse dikush qohet në syfyr edhe ose habitet, ose orën e ka gabim, ose prej ngutis, nuk po e din se a ka hy syfyri ajo. Çka me po ky nëse e vërteton mas nejse, veç koha e syfyrit, domethënë ka kalu më herët. Çka me bë nëse hiç nuk e kupton, thjesht flen gjumë edhe s'din çysh me vërtetu. Edhe versioni I tretë që është në favor ti,
e kupton që mirë u kanë kohë të Do të shkon syfyrit. kohë. Kjo e treta është në rregull, s'ka problem. Kalojmë, do të thonë nuk ka të lashe pse e ka pas hamendje. Ajo që domethënë ka hangër, ka vazhdu syfyrin, pasi që ka përfunduar koha syfyrit ose ka marrë vesh, edhe këtu domosdoshmë nuk është ndonjë farë problemi se ka vazhduar me të. Kur jemi te veprimet që shkaktohen nga mosdia ose gabimet që shkaktohen nga mosdia te adhurimet, pjesa dërmuese dietarëve arsyetojnë. Pse? Sepse thonë kur ka fol Muawija ibn Hakam radhiyallahu anhu, kur ka fol namaz, që shkon e ndaluar me fol. E pastaj pejgamberi alayhis salam i ka thënë që namaz bën me fol, nuk i ka thënë këtij përsëritë namazin për arsye se e ka bë prej mosdijes. Në kohë të pejgamberit alayhis salatu wassalam, me sa e kujtoj unë, nëse s'ka bëj është Aisha radhiyallahu anha ose dikush tjetër prej sahabëve, thotë kemi hangër iftar. Është konë vratë, kemi hangër iftar, duke llogarit që ka përëndu dielli, po mas i kemi hangër na. Bile edhe Omer radiallahu në kohë ti si khalife. Po janë largu vranësitë dhe kemi po që dielli nuk ka përëndu edhe nuk e kemi kompenzu thot këtë ditë. Që do të thotë se mosdia qoftë për dispozitën sheriatike, qoftë për gjendje në të cilën jemi, te shumica dietarëve është arsye që mos me i marë në përgjithësi veprimet atyre që do të bojnë gabime në do të thonë për mosdijes, qoftë për mosdije për dispozitë, qoftë për mosdije për gjendjen, ai i cili ka hangur të llogarit që është sidomos këtë në anën e syfyrit, se disa e bëjnë atë dallimin përderisa është në syfyr dhe ai e ka të lejuar me hangër. Dilema e tij, dyshimi i tij nuk e anulon bindjen, sigurinë që ai është natën edhe e ka të lejuar me hangër. Domethënë sepse domethënë përderisa ky domethënë është koha e syfyrit, atëherë vazhdohet me çet bindje që jemi halon kusht. Derisa bindet e kundërta. Ndërsa te iftori është e kundërta. Domethënë kemi qenë në kohën, domethënë këtë rastin që e përmenda më herët, kanë qenë sahabët në kohën kur u shkonë ndalume me ngran. Mirë, po të llogarit se ka përfunduar koha e agjerimit, ka ardhur perëndimi i diellit dhe e kanë prish agjerimin. E kështu që nëse dikush për shkak që ju ka nol ora ose se ka pa orën ose për shpejt me hangur diçka, të llogarit që është syfyri dhe ka kuptuar që ka hangur mas syfyrit. Do thonë ka tolerancë këtë aspekt, me gjithë rigorozitetin e disa fuqahave. Po, me gjithë se dietarët prapë dhe këta që i tregojnë tolerant këtë çështje thonë, ndoshta më mirë është për to me kompenzu këtë ditë, mirë po nuk i themi detyrimisht me kompenzu. Çka më bë ata që edhe mi qel perdet nuk shohin as ditas ose është veç natë. 6 muaj ditë natë, 6 muaj ditë, ose nuk vren ato shenjat dalluese të perëndimit diellit, domethënë humbjes të kuqtit e diellit. Qysh më agjeru këta njerëz? Këta me lanë këtë vend, me shku me një vend tjetër me hitu. Me shku në qabe. Me gjithse, diskutohet edhe kjo dhe djetarët kanë full, dhe nuk janë ma çështje të cilat nuk kanë zgjidhje. Përkundër, edhe kanë zgjidhje vetëm se djetarët i kanë dhënë disa zgjidhje varësisht prej këndit të tyre. Këto vende fillimisht ndohen në 2 lloje. Vendet të cilat më të vërtetë ajo 6 muaj që përmendi s'kan ditë ose s'kan natë. Edhe vendet të cilat gjatë verës për shembull kanë natë më shumë shkurt, 2-3 orë për shembull. Dallimi është i qartë, megjithëse është shumë e shkurt. Edhe shumica e dietarëve bashkëkohor thënë përderisa në një vend ka lindje diellit, edhe perëndim diellit, edhe nëse është njëna distancë shumë e shkurtë, njëna është shumë e shkurtë, tjetra shumë e gjatë, atë ka duhet më i disa vite ju bie vështirë ma xhiru gjatë, po do vite tjera. Dimrit 4 ora gjatë. E kështu që mos ta llogarisim këta vetëm me vjen. Mirë, po tash viset në të cilat s'ka perëndim 6 muaj. Çysh mi llogarit këta? Këto dietarët i kanë dhënë parafërsisht 3 mendime. Mendimi i parë thënë se lidhen me Mekën direkt. Edhe tash puna me kthehen ka çabja, i përcjellin kohën e namazit, i përcjellin kohën e syfyrit dhe të iftarit me Mekë. Mirë, po këtë duket kogje i largët. Nuk ka ndonjë argument. S'ka argument, është nuk e di si zgjidhin, ndoshta janë mundu me sjell këta dietar, po ndoshta nuk është më e mira. Mendimi tjetër është se e bojnë 12 orë, e ndajnë 12 orë ditë, 12 orë, domthonë ajo mesi, po edhe për këto nuk ka nevojë argumenti sepse rrallë ndodh që dita dhe nota me qenë e barabartë. Po mendimi më i saktë është se vendin të cilën e kanë më të afërt, që ka kohë të rregullt, që ka lindje dhe perëndim, matën me atë kohë. Domthonë me atë vend. Për shembull llogarisim në viset veriore, po dhe jugor ato. E përmend dikush shkolla, mbi shkollën gjatë të 6, ku e di. Atëherë këta
shikojnë se ato që janë në shkallën 66, cili vend më i afërt, cili që ka lindje dhe perëndim. Kam përmend dikun deri në 44-45 shkallë, çajo distancë është që fillon domethënë qartësia. Po ku e rregullt. Edhe realisht aty në ju bjen që tamam me agjëru, si me thonë, me fëqinte vetë, me këshite vetë. Edhe kjo është më e kapshme. Në arsye se, domethënë, llogariti, nëse ka distancë të vogël të kilometra me një vend që ka këtë rregull dhe një vend që s'ka këtë rregull, edhe këta me agjëru me një llogaritje krejt tjetër, ndërsa ata që s'kan kohë me agjëru me një llogaritje tjetër. Po, me qëllu një astronaut musliman, edhe i bjen me shku në stacionet hapsinore. Edhe atë zakonisht ka 6 muaj rrin, nuk vinë tokë heq. Ai e shet diellin, po e shet jo prej tokës. Edhe ai më llogarit sikur këta. Tash ajo është musafir as është. 6 muaj musafir s'ka. S'ka 6 musafir. Mirë, pa ju shku me njetin që kthejna. Sido që tjetë, edhe këta e kanë llogarit shumica dietarë bashkuar me ata i cili jeton në vizë që s'ka kohë të rregullt. Më thonë edhe do të thonë hynë të kalkulimi. Me sa duket e këshim përmen, ky person, se tash ky nuk e ka vendin më të afërt, agjëron me takvimin e vendit vetë. Që është ma e kapshmja. Do të thonë prej vendit ku është ngrit. Prej vendit ku është ngrit. Megjithse ka do të thonë edhe që të tjerë që kanë thonë se e ban llogaritjen. Do të thonë llogaritjen e vakteve të namazit 24-orëshe. Do të thonë llogarit 24-orëshe, që 24-orëshin i shpërndan kohën e namazit, do të thonë ose fyrin edhe iftarin. Edhe për fund, nëse dikush han iftar në aeroport, Tunis, edhe sa të hyp nalt e shet diellin, a duhet me majt agjerimin, kneje ka prish? Apo ai e ka bë iftarin kohën e duhur, se ka dalë dielli, e ka zbardh qiellin për ta. Në kohën kur është bë iftari, domethënë kur ka ardhur iftari, kjo është kon në vendin ku ka perënduar. Fetarisht, domethënë e ka pas nuk ka pas kurfar pengesë që kë mos me hangur për arsye se dielli perëndoi, erdh koha e iftarit edhe ndërprej agjerin. Mirë, ngritet, pastaj me aeroplan e shet që dielli është. Nuk ka diçka që e obligon këto me thonë se e ke prish para kohë, mos e prish, do mos vazhdo me hangur, po prit derisa të perëndon dielli banakis përfundon edhe. Nëse është në aeroplan dhe fillon, domethënë nuk ka ardhur koha e iftarit, inshallah do ta diskutojmë në emisione tjera rregullat e udhëtarit, dispozitat. Ishte kënaqësi që ishim në bashkëbisedim. Gjithashtu. Shikues të dashur, ne këtu ju përshëndesim, shpresojmë që takohemi sërish natën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbëjtje, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.